Profesori Petrozhi e quan logjikën e kodit E, logjika e të tretit të përfshirë tertium datur. I treti i përfshirë është Zoti, hynia e përfshirë. Prandaj mistikët për shembull e quanin koincidencia oppositorium, domethënë është i përfaqësuar në kodin E nga simboli x baraz me minus x. Na kujton shprehjen shumë të bukur të gurus tim gjithashtu Prashant Trivedi, mjeshtri i diturisë vedike, i cili thotë që gjërat magjike, lumturia e njeriut nuk mund të harrihet pa përfshirjen e hynisë. Shkenca sot klasike ka punuar me të kundërtën e të tretit të përfshirë, domethënë ka punuar me x baraz me x, që është logjika që përfaqësohet nga logjika aristoteliane. X baraz me x është e kundërta e x baraz me minus x, do të thotë logjika me të cilën ka punuar fizika klasike, shkenca klasike, nuk e përfshin Zotin apo hynin. Prandaj është në nivelin që është, në një nivel të ulët, të cilën nuk të tregon të vërtetat e pafundme, sepse logjika e vërtet është logjika e të tretit të përfshirë, me të cilët brezat e rinj do të punojnë.